Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov kanë arritur 4.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Numër ky që do të ndahet edhe për furnizim të QMF-ve në Orize, Erenik, Dardani, Cermjan, Rogov, Skivjan, Ponoshec dhe jo vetëm. Kështu bëri të ditur Makfirete Berisha, krye infermere në qendrën e vaksinimit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Ne jemi furnizuar me 4.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Përveç qendrës kryesore të mjekësisë familjare, janë të furnizuara edhe të gjitha QMF-t. Vaksina jepet në QMF Orize, Erenikun, në Dardani, QMF Skivjanin, Ponoshecin, Cermjanin dhe Rogovën. Po dhe ashtu në QMF Nishi, te Sahat Kulla. Berisha shtoi se dozat janë të mjaftueshme, por interesimi s'është si viteve të kaluara. Dozat janë të mjaftueshme, interesimi nuk është aq i madh si viteve të kaluara, por unë bëj apel të gjitha ata që janë me sëmundje kronike të vinë të vaksinohen, edhe pse si prioritet janë gratë shtatzana, janë fëmijë 6 muaj deri në 5 vjeç të cilët kanë sëmundje përcjellëse. Këtë vaksinë rekomandohet të marrin mboshat mbi gjatë 5 vjeçare, policia, punëtorë shëndetësor, FSK-ja dhe që kanë mësimdhënësit, edukatorët, të gjithë ata që kanë kontakt me palët e tjera. E mira e kësaj vaksine është se mund të mbrohemi nga 4 lloje të virusit që janë të parapara të qarkullojnë këtë vit, tha mes tjerash Berisha. E mira e kësaj vaksine është se mund të mbron nga 4 lloje të viruseve të gripit që janë të parapan, që janë më të parapar këtë vit. Domethënë vaksina bëhet çdo vit, është e prodhuar për afat kohor të caktuar, domethënë izolohen 4 lloje të virusit të gripit. Autoritetet shëndetësore apelojnë te qytetarët, veçanërisht grupet më të rrezikuara, që të mos hezitojnë dhe të vaksinohen.